Një beach bar në zonën e Radhimës është përfshirë nga flakët mbrëmjen e të premtes duke u shkrumbruar pothuajse totalisht. Nga objekti kanë mbetur vetëm mbeti dhe djegura, ndërsa zjarri është përhapur edhe në sipërfaqe të kodrës të zonës përreth. Zjarrfiksja shkoi në vendin e ngjarjes për neutralizimin e flakëve dhe shmangjen e përhapjes së mëtejshme të zjarrit, por flakët përfshin me shpejtësi objektin, duke lënë vetëm mbetit e djegura, si kundër ndiqni nga pamjet në ekran. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se zjarri mund të ketë qenë i qëllimshëm, ndërsa pritet që hetimet të zbardhin shkaqet e plota. Pas një pune intensive, zjarrfiksit bën të mundur shuarjen e flakëve dhe kanë parandaluar përhapjen e zjarrit drejt lokaleve të tjera të zonës. Megjithatë, pritet që hetimet dhe ekspertiza përfundimtare të përcaktojnë rrethanat e plota të këtij rasti. Një ditë pas ngjarjes së ndodhur në zonën e Radhimës, ku doq një beach bar, këtë të shtunë televizioni 6+1 Vlora ishte në familjen Çanaj, pronarët e lokalit të përfshirë nga flakët. Sipas tyre, dyshohet se bëhet fjalë për një zjarrvënie të qëllimshme. Këtë të shtunë në vend ngjarje mbritën edhe forcat e policisë së Vlorës, të cilat po marrin në pyetje pronarët dhe familjarët e biznesit. Po ashtu, policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë të biznesit përreth, si dhe ato të familjes Çanaj, me qëllim identifikimin e autorit. Familjarët këmbgulin se zjarri ka qenë i qëllimshëm, dhe i si Çanaj u shpreh se prej kohësh kanë patur konflikte lidhur me pronat. Ajo tregon se mbrëmjen e të premtes, rreth orës 21:40 minuta, kishte dëgjuar hapa pranë lokalit dhe vetëm 1 minutë e 30 sekonda më pas kishte shpërthyer zjarri. Sipas saj, dyshimet janë për një zjarrvënie të qëllimshme dhe ato forcohen edhe nga fakti se në beach bar nuk ishte energji elektrike, pasi objektit i ishte stakuar energjia. Atëherë, dëgjova zhurmën, disa zhurma fillimisht, më pas në orën 10:20, dëgjoj gjyshën time që bërtiti për shkak të frikës që kishte dhe u ngrita dhe pash që zjarri ishte në kunë në maj dhe më pas që gradualisht zjarri mori të gjithë lokalin, bashkë me pjesën e kodrës. Po, ishte stakuar, nuk ishte asnjë lloj defekti në lidhje me energjinë elektrike. Konflikte gjatë gjithë kohës kemi pasur në këtë pjesë. Ndërkohë, policia vijon hetimet duke marrë në pyetje banor dhe familjar, si dhe duke analizuar pamjet filmike për të zbuluar autorin, i cili sipas pronarëve dyshohet se është larguar nga kodrat e fshatit Radhim.